Sapo e kem përfundu një aktivitet simbolik, ma mirë me thonë këta vullnetarë të mrekullueshëm mrapa e kanë përfundu, për me përqu dy mesazhe, do të thotë mesazhin që guerilla është mrena një burgu të interpretimit politik, edhe rrjedhimisht edhe shteti i Kosovës, do të thotë ajo që reprezenton këtu Newborni, është mrena atij burgu dhe është engulfatur në mënyrën se qysh atje flitet për Kosovën dhe guerilën. Do thotë për ma shumë e spjegon edhe Eliza se është fahi saj për përpjekjen e këtij aktiviteti për përçu mesazhe. Faleminderit Ismail. Zakonisht Newbornin e shohim me 17 shkurt gjithmonë vjen me një kuptim të ri, me ngjyra plot edhe ato lidhen me rrëfimet e së kaluarës që i bjen tek gjeneratat e reja, por me momentin edhe reflektimin mbi shtetin e Kosovës, por edhe me synimet për të ardhmen. Dhe ne mbi atë se çfarë reprezenton Newborni këtë herë, që është edhe 18 vjetori i shtetësisë Kosovës, jemi munduar që punojmë mbi të edhe thjesht si gueril e ri, trive artist dhe kreativ të Kosovës, të interpretojmë momentet cilat faktikisht gjendet populli i Kosovës, historia e Kosovës, e shtetit Kosovës dhe njerëzve që kanë luftuar për çlirimin e saj dhe për synimin shekullor që ky vend të jetë i pavarur dhe ne të vendosim për fatin ton. Të njëjtit njerëz sot janë në proceset e dhomave të specializuara në Hagë dhe atje nuk janë vetëm si individ, po në fakt janë edhe si krerë të shtetit Kosovës, ata kanë shpallur pavarësinë e Kosovës, kanë qenë në institucionet kyçe të Kosovës, kështu që për ne kuptimi është i dyfisht dhe këtë herë po ashtu edhe Newborni vjen me kuptim dual dhe të dyfisht faktikisht për ditën e sodit. Bravo.